Gruaja e mirë me kuptimin plot fjalës e mirë me ën fund. Gruaja e mirë është ajo e cila përpas që nështrohet burrit komplet krejt, sepse ka hak mas shumë të ndaj tij, mas Allahut në qiell të burrin, ajo me psikologjinë e saj, me sjelljet e saj, arrin në heshtje pa e përmend me ja mbyll tën në rrugë të burrit, as mos me menu për dytën, madje nëse afrohen në opsione e përpozime të ndryshme, edhe më të bukura se sa që ka këta, nuk e bën e gjatë të tillë. Edhe nëse se thot kësajna. Sepse që sot ja prish në rahatin veti çfarë guri më ka qitë Zoti. Ndoshta nuk e ka bukurin 10 se kolegët mi janë punë, ku ta diuen për shembull, por sjelljet i ka më të mira se këtë s'ka këtë rrafkës ose në gjamë me sjelljet sajna. Po që aty janë vlera, dinin e ka, moralin e ka, sjelljet i ka. Andaj, burri, sa do me pas mundësi, hapësirë, romartu me tjetërën, gjithmonë halla për flasëm, nësë flasëm haram, pra se prish rahatin të parës, nga njëherë, edhe nëse ka nevoj nga njëherë, e shtrydhë vetë vetën për hatër, cilëve se thëtë përjet nuk me ja prish i kësaj nane. Kush ndikaj, a kja nuk e din ndoshta, që mënyrë indirekte, me sjelljet e sajnë, me takvallok, me dëveshmërin, me vlerat e sajna, arriti, për pas me fitu knatësin e burrit, e që knatësi e Zotit, arriti edhe me ndalu burrin me marrë dytë. A me mire që kja, apa e tjetra ku jam lidhë bitë burrit për është donat, po të jam lidhë bitë natën, pa e se del pun ditën, anë e më kësë tjetër kënë e shkërit. E të shtin me hingjena, ose shtin me ta pru nda një të shpia, ose me ta prish jetën familje, më boni frallaj, rëmuj që përbohet ka një herë të kënjerëzit.